Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësimdhënësja i Fet Kauseini, mësuese pranë shkollës fillore re Qurshit Zajazi, fshati Zajas. Sot do të mësojmë nga lënda e matematikës për klasën e dytë. Njësia mësimore është numri i cili është për 1 ose për 10 më i madh nga një numër dyshifror. Nxënës së dashur, për të zgjedhur më lehtë detyrën, do të përdorim katrorin me numrat prej 1 deri më 100. Fillojmë me detyrën e parë. Në detyrën e parë duhet të gjejmë për 1 më i madh nga një numër dyshifror. Do me thënë çdo numri i shtojmë plus 1. Numri 22 kemi 42, 71, 92, 14, 35, 64, 87 dhe 19. Si që thamë më parë, për të zgjedhur më lehtë të detyrën, do të përdorim katrorin me numrat prej 1 deri më 100. Nga numri 22, për 1 më i madh është numri 23. Nga numri 42, për 1 më i madh është numri 43. Nga numri 71, për 1 më i madh është numri 72. Nga numri 92, për 1 më i madh është numri 93. Nga numri 14, për 1 më i madh është numri 15. Nga numri 35, për 1 më i madh është numri 36. Nga numri 64, për 1 më i madh është numri 65. Nga numri 87, për 1 më i madh është numri 88. Dhe në fund nga numri 19, për 1 më i madh është numri 20. Ja edhe zgjidhja e detyrës së parë, si që shikoni në ekranin tuaj. Vazhdojmë me detyrën e dytë. Në detyrën e dytë duhet të gjejmë numrat që janë për 10 të më i madh nga një numër dyshifror, do me thënë plus 10. Kemi numri 11, 41, 34, 84, 56, 17, 48, 20 dhe numri 70. Si në detyrën e parë, ashtu edhe në detyrën e dytë të përdorim katrorin me numrat prej 1 deri më 100 që ta zgjedhim detyrën më lehtë. Nga numri 11, numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do me thënë, nga numri 11, për 10 më i madh është numri 21. Kemi numrin 41. Përsëri do të numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do me thënë, nga numri 41, për 10 më i madh është numri 51. Kemi numrin 34. Dhe përsëri numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do me thënë, nga numri 34, për 10 më i madh është numri 44. Kemi numrin 84. Numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra nga numri 84, për 10 më i madh është numri 94. Tani kemi numrin 56. Përsëri numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra nga numri 56, për 10 më i madh është numri 66. Kemi numri 17. Numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra nga numri 17, për 10 më i madh është numri 27. Kemi numrin 48. Numrojmë 10 numrat që vijnë pas numrit 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra nga numri 48,
për 10 më i madh është numri 58. Kemi numrin 40. Përsëri numërojmë 10 numrat që vinë pas numrit 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra nga numri 40 për 10 më i madh është numri 50. Dhe në fund kemi numrin 70. Numërojmë 10 numrat që vinë pas numrit 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra nga numri 70 për 10 më i madh është numri 80. Ja pra edhe zgjidhja e detyrës së dytë. Besoj se tani e keni më lehtë të gjeni numrat që janë për 1 ose për 10 më të mëdhenj nga një numër dyshifror. Ju uroj shëndet dhe mësim të mbar.